ka historia një që shumë të verbër kanë qenë shumë të suksesshëm, përpos që kanë bërë sabër, po edhe në jetën e kësaj jete kanë qenë suksesshëm. Për shembull, një prej tyre Giganti, Shej Bimbazi. Ai ka qenë i verbër që nga familja apo jo? Thu që pak më vonë është verbëru. Ajo është një shembull që kalon histori pas vete, si një njeri dietar i madh kolos. Por para se me thonë që ka qenë djetare, ka qenë një prind i madh, ka qenë një shok i madh, një hoxh i madh, një shok i madh, që ka pas shok gjithandej botës. Ne kemi dëshmite djetarëve të mëdhenj shqiptar në raportin e tyre të miq që kanë pas me Ibn Bazin. Sikur deklaratat e hoxhës djetarit të madh shqiptar të Abdelkader Arnaundit, që unë vetë i kam dëgju se sa e lëvdonte Ibn Bazin dhe çfarë respekti ndërcjellët kanë pas ata mes vete. Njëjtë djetarin e madh shqiptar Nasiruddin Albanin dhe shumë djetarë tjerë që dhe njerëzit po flas. E kemi edhe familjen shqiptare që është nga Koliçani, hoxhën Haxhi Abdulazizin, i cili ka mbet dhe sot e sot familja e tij jetojnë në Medinë, ka mbet në Medinë me nënshkrimin dhe ndërmjetësimin e vetë Ibn Bazit, i cili e ka marrë dhe ka punësu në universitet, e pastaj ai e ka fitu ju është mundësu me pas një takim me mbretin Fejsal në atë kohë, dhe mbreti Fejsal ja ka dhonë një letër që i ka dhonë leje dhe me qëndroja në Medinë, dhe sot e sot familja e tij jetojnë në Medinë. Është një familje me preordhe nga fshati Koliçani Epër. E që ta bën me dije zemërgjërsinë e tij që zemra e tij s'ka pas kufi. Ka pas vend të i donë njerëzit, por i ka pa me sytë e zemrës, edhe pse sytë e ballet si ka pa. Mos flasmi për dijen e tij, që ka qenë hafiz i Kuranit, ka memorizu shumë hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shumë libra të dietarëve islam ka pas në memorien e tij, dhe jo rastisht ai edhe ka qenë njëri nga muftit historik të Arabisë Saudite, por ka qenë edhe mufti i botës, se gjithë bota i ka dërgu pyetje dhe konsultat ato të këtij njeriu të madh.